Pas shkarkimit të Erion Veliajt, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se atij po i kërkohet që të mos shkojë në gjykatë kushtetuese në mënyrë që sipas Berishës të dalë nga burgu. Ai e shkarkoi dhe don tani që t'i jap ta çojë te harami, atë ka pengaj. Se kanë rrëmbyer së bashku pronat e shtetit shqiptar. Dhe shpallën zgjedhjet dhe ai të mos shkoj dot në gjykatë kushtetuese. Ai të mos shkoj dot në gjykatë kushtetuese. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot shkelbim i kushtetutës, i ligjeve dhe parimeve të shtetit. Por mos ka asgjë të re. Ky është një narkoshtet. Ky është një narkoshtet. Unë kam kaq vite që deklaroj se në Shqipëri shteti ligjor është zëvendësuar me narkoshtetin. Po kjo është një histori turpi. Turpi. Ku një njeri sillet si një kryetar organizate kriminale për cilin nuk ka kushtetut, nuk ka kod, nuk ka qeverisje vendore, ligj për qeverisjen e vendore, dhe ka vetëm vullnetet liga. Në lidhje me kandidatin opozitar për zgjedhjet e parakohshme në Bashkinë e Tiranës, Berisha foli për konsultime me aleatët dhe të gjithë spektrin opozitar. Pa diskutim do ketë marrëveshje me aleatët. Do takojmë me gjithë spektrin, me aleatët që jemi në koalicion dhe me spektrin opozitar. Unë kam parashikimin tim, farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Ka konfirmoni që do udhëne. Farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Unë kësaj pyetje i dhash përgjigje dje. Më pyetën mua dhe unë thash që ne nuk bojkotojmë se ka dy filozofi. Por thash dhe them që farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Këshilli i Ministrave shkarkoi zyrtarisht kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj këtë të enjte, duke i hapur kështu rrugë zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë.